Prokurori i përgjithshëm Olsian Çela u pyet nga deputetët e opozitor lidhur me arrestimin e avokatit Ulian Bariami nga prokuroria e Elbasanit, duke pranuar se ky rast përbën një shkelje dhe se masat e arrestit ishin të tejskajshme. Në çdo rast, patjetër që çdo element i veprës penale mund trajtohet përmes një kallëzimi, ka plot mënyra se si të shkojë deri në fund të hetimeve, por për t'ju treguar qasjen që ka prokurori i përgjithshëm në raport me masat e sigurimit, në tërësinë e tyre ne jemi përpjekur që të kemi një ulje të masave ekstreme. Dhe patjetër që rasti në fjalë është një rast i cili nuk duhet ndodhte, edhe pse mund të ketë hapësirë për nuk është çështje tjetër se si trajtohet më pas nga ana administrative apo nga ana penale, por masa e arrestit në Burg është një masë ekstreme dhe është, le të themi, e pa justifikueshme. Në lidhje me draftin e ri penal, ai tha se i mungon humanizmi. Pra, nuk shikoj nevojën pse është e nevojshme vazhdimisht ne të kemi qasje vetëm sa i përket ashpërsimit të dënimeve, të sanksioneve. Nuk mund të jetë Burgu zgjidhja vetëm e problemeve të shoqërisë. Para se të shkojmë tek ndjekja penale, tek hetimi tek Burgu, duhet të vijnë në lojë plot mekanizma të tjerë shoqëror, të cilat le të themi e bëjnë shoqërinë më humane. Në momentin që kemi shkuar vetëm te zgjidhja e ashpërsimit të dënimeve me burgim, do të thotë që jemi duke esur në drejtim të kundërt me atë që janë parimet e humanizmit. Dhe Bashkimi Evropian është në radhë parë parimi i humanizmit që i bën bashkë ato vende, ato vlera, dhe ne duhet të shkojmë drejt asaj. Ai foli dhe për heqimin e formularit të dekriminalizimit të gjyqtares së posaçme Irena Gjoka, duke sqaruar se procesi nuk ka një afat të caktuar. Ligji na ngarkon për të bërë një verifikim të plot dhe me përfundimin e verifikimeve të plota t'ia dërgojmë këto përfundime të verifikimit, t'ia dërgojmë organit i cili ka kërkuar verifikimet. Në rastin në fjalë, çështjet lidhen me përgjigjet e letëporosive që nuk janë në dorën tonë, varet nga autoritetet e huaja. Ne kemi kërkuar që të dhënat të jenë të plota nga përgjigjet që ata dërgojnë në mënyrë që t'i shërbejnë të gjitha proceseve që lidhen me verifikimin përkatës. Pra, Prokuroria e përgjithshme nënvizoi sfidat e sistemit të prokurorisë, duke përmendur ngarkesën e lartë me dosjet hetimore për shkak të numrit të pakët të prokurorëve, si dhe mungesën e kohezionit institucional për shkak të mungesës së vertikalizmit në prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm. Ai theksoi se përmirësimi i këtyre çështjeve është thelbësore për funksionimin efikas të organit akuzës.